Të nderuar shikues të Shkodra Sport, takohemi në emisionin numër 62 të podcastit tonë. Do të jemi me tjetër figurë të futbollit shkodran dhe shqiptar, ish futbollistin e Vllaznisë, kampionit vitit 98, Altin Xhahysa. Xhahysa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë për ftesën. Besoj që kur kalojnë shumë vite në futboll apo në çdo lloj sportit, duket që nuk e kupton veten pa sport. Edhe ju besoj është e njëjta gjë. Është e vërtet, por unë po flas gjithmonë normalisht për veti, unë akoma se kam luajt. Se jam aktiv për ditë, duke ditë në me grupet e fëmijëve si kam. Të bëhet pjesë e rëndësishme jetës. Mund të thambile si nuk mund të rrej ditë po topin. I thëjnë godi qysh 9 vjetë si e kam fillu, i thëjnë godi 43 vjetë po u largu për i fushë. Altin, ju keni pas edhe fatin që të jeni kampion me ekipin e Vllaznisë në vitin 98. Themi kem pas fatin sepse në fakt ka edhe shumë futbollista që e kanë nisur karrierën dhe e kanë mbyllur karrierën pa provuar ndjesinë të shpallët kampion. Herën vallëpor, delsh kampion në Shkodër, është tham drejtën si mi kanë të fitu kupën e botës. Duke ditë tifozerin që ka qyteti i Shkodrës është nërmot zjartat dhe është një kënaqësi e papame. Është një, ndoshta edhe me fjalë nuk mund të shprehet, por është një kënaqësi e papame. Si ju lidh Altin Xhahysa me futbollin? Tradita familjare, sepse disa pjesëtarë të familjes tuaj kanë qenë pjesë e futbollit shkodran, apo ndoshta rastësia? Tradita familjare normalisht, sidomos nga ana e nanës, ju kanë gjithë futbollista. Dihen Zia Dani, Adem Dani, Gjevat Dani, Fatnir Dani, pra janë të 4 dojat kanë futbollista të Vllaznisë, nërta më eksplikatën i dihet Zia Dani në portierat më të mirë të Shqipnisë. Po ashtu me kombëtarën edhe. Të them drejtën, unë futbollin e kam fillu pak me vonesë. Duke ditë se baba ka kanë ndër vallëtarët, ndër më të mirë në Shqipni, dhe gjithmonë e kënaqësia si mu marrë me muzikë. Dhe të them drejtën, unë pa të fillu me muzikë, me violin, deri në klasë 4. Mandej aty ka kanë shkputja eme si kam fillu me futbollin. Por kryesori është si për muaj dhe të metë i poharun gjithmonë Esat Rakiqi. Ashtë edhe fati jem si në takaj me orë në klasë 4, mësus këdestar në shkollë të muzikës. Dhe në momentin e parë si më pojmë fizitur, vetëm i fjallë dosha, unë që isha godi, më tha, lene violinin edhe vazhdo me futbollin, se unë kam kënë me violinin dhe në klasë 4. Një koincidencë e bukur, sepse tret fundit e ftuar në podcastin tim, pikërisht Elvin Beqiri, Astrid Hafizi dhe Altin Xhahysa, fillimit i kanë pas tek muzika. Muzika, ashtu. Duket që tregon edhe lidhjen që shkodranet kanë mes artit dhe sportit. Nuk ka se e thamë unë, por kjo është gjithmonë, mund të thamë që se është kriju kjo qytet, është dijet për artin, për sportin dhe për gjitha Shkodra është e veçantë. Dhe ishte edhe të thash, fati jem si i njëri Esat Rakiqi me ardhë profesor kujdestar të klasë eme. Dhe i thatë me njëherë po? Momentin si më tha, len violinin, unë isha i gatshëm, se e aldërosha e dosha shumë. Por thash, si gjithë prindë si kërkoshin për më të mirën, dhe në moment lash violinin dhe u regjistrova direkt me përsërimet njërin Ali Rakiqi, Luan Esat Rakiqin, aty e kam fillu futbollin për sporit 9 vjeç. Patët kundërshtime tek familja? Gjëgji, ne kena i gjatë mirë se kena kapë edhe kohën e Gjëgjen Vjerit për i thëjmë, se ta morim edhe pak me qeshën. Mas jove ti kam thonë, prinde, si e kam lënë violinën dhe jam me futbollin. Ka kanë e fështirë, të thëmë drejten, se nështë atë shko në shuja pjesa për në fëmi, por në atë kohë ka kanë diqka shumë e ronë për një fëmi. Dhe të thëmë drejten, normalisht shumë mërzit baba, por gjithsesi kur e pove si unë isha i lumtën të ajo pjesë, çdo gjë ishte okay. Dhe në fakt i ndjeri Qemil Xhahysa u bë tifozi me zjarti i Altinit në çdo ndeshje të tij. Ashtë mos e sakt bile nuk ka harrej kurse, e ka pas edhe vendin të ncep, se thotë kam qef me kanë vetëm, me të pa vetëm, mos më nikë kanë tjetër. Dhe ja i zjarti, po ishe shtysi më kryesor deri në fundin e karrierës time të futbollit. Filluat me Ali Rakiqin. Besoj që në fillim filluat të tregonin vlerat tuaja që në futbollin e moshave? Normalisht mu më ka majtë dhe gjithë jetën, ndesa kam në futbollin, kam pas
fatin e mirë, shkallësin, frymin, lëvishmërinë shumë të madhe. Dhe aja më kollon një përparësi çdo aspekt për kundërshtarin edhe për me kanë sa më afër një mleq që si kena thonë me çdo ekip. Dhe kjo kanë si më kollon shtys, si më kollon për kraje çdo trajner. I kujtoni shokët e parë të ekipit? Tham drejtën, shokët e parë, aja është fije pak e lartë. Do është do njëri nga ato me cilët një Rën Miloti si ka kanë edhe muzikant. Djerë në klas 4 me mu, se e kena lënë për herë. Janë shumë vite, Gjergji, janë shumë vite, tham drejtën për arsye se tash edhe vetë jeta karrierë, jam me fëmijë dhe nuk mund të kujtoj gjithë ata sportista. Por mund të pjesa para trive këtyne si kanë kënë, domethënë si në shtatë është më spikat. Nga ekipi me Ali Rakiqin tek paratrit. Me Ali Rakiqin, ma ne pata i shpujtje për Alis, kam bë edhe një vjet me Petrit Kasapin. Ishtë zyrtarin në pas të Federatës Shqiptare të Futbollit. Federatës Futbollit, ka kanë në atë kohë trajner, dhe thamë kam met alasat vazhdojmë me ne atë stërvitje, mënyrë stërvitje që bote në atë kohë Petriti. Ishte stërvitje shumë moderne. Për kohën që ishim, pra ishte bote një stërvitje shumë të larmishme, me topin gjithçka, në aktu se më tepër. Ndryshin nga trajnerët tjerë? Ka pas ndryshim me trajnerët e tjerë, është mos e vërtet. Pastaj Petrit Kasapit, normalisht me paratrit, të paratrit kam pas profesor Agimedin me Ismet Hoxhen. Aty, pata një shputje të thamë drejten, se e mira është normalisht, si thënë, gjanët edhe mu të regu. Nuk pata të mundësin për mu aktivizu të paratrit, për arsye se thash, edhe trupi gjatësia se në të kohë është qyrë për kja pjesa gjatësis dhe unë i këtë trup kam posë gjithmonë. E parë se patin luhatje formacionit e gjanat dhe bana vetë një shputje 2-3 mujoshe. Mas 2-3 mujove, fati mirë, du të me thonë, vjen të trit e Vllaznis Fatmir Paçami. Si të më drejten, për atë personën do të kemi respekt veçantë gjithë jetën. Ai mund të thamë se më ka mësu qa është futbolli. E thamë e binet plot. Pra, 2 pikat më kryesore janë, i njëri e Satrakiqi dhe Fatmir Paçami për vazhdimin për karrierën time futbollistike. Fatmir Paçami ishte arsyeja që i filluat sërish futbollin? Po, thëmë për arsye se vllajem ka luajtur deri me 30 bile, ka kanë edhe pjesë krejt e shkurtë e Vllaznis ekipit parë dhe ka pas trajner me 30 Fatmir Paçami. Dhe flitte gjithmonë me fjalë të mira, si nga ana servitje, nga ana profesionale, çdo gjë pro flitte. Dhe ishte ndoshta edhe fati jemi si momenti që shka e prezentohem, atë ditë gjë e bukur ishte si ishte ndeshja kontrollit dhe pyetja ti ka kanë çfarë roli të let. Unë direkt fill sulmues. Okej, tha. Kena i për fat mirë për ndeshjen e parë, në pjesën e parë, unë shënë 2 gola të ekipit parë. Pra një maç e dytë me ekipin e parë dhe shënë 2 gola. Aty direkt më ne Paçami a marr direkt me dokumentacionin e tyne dhe aty më ne ka fillu karriera tamam sportive. Kalu tek të rinjt. Besoj edhe aty një grup pritarësh të talentuar, sepse Vllaznia ka pas gjithmonë emra të njohur. Kanë, tham drejten në aty të trit, sot është nuk jetën, ka kanë muqa. Mund tham, por ndoshta edhe problemet e tia ose diçka tjetër, po ishte bojnë në futbollistat më organizator në më të mirë Shqipni. Super futbollistë tham drejten. Kena pas me ci, nësi bashkëm që vimi të këto e po të lytë. Po është të tash, kam në pjesa almane grupit që kalunen, ishin grupit të njerit, të media, Qoqja, Olex Kotre, kompani si kalunen me ekipin e parë. Në prej trive, edhe ishte fati joni si me kanë pjesë e ty në film rapa. Ke ishte pjesa më bukur. Kur i afruar me ekipin e parë të Vllaznis? Unë e kam fillu gradualisht, ka kanë trajnera si ta fizi, dhe kam fillu për momentin se pata një ecurit mirë fazë parë, shumë gola. Për çdo ndeshje e ma pakta ka kanë 2 gola. Dhe tham drejten kisha me soshor qendret Bjosin Sinanin. Unë sulmues.
Sinani Mesfëshor. Organizator. Ndoshta edhe s'mund ta dim shumë vetë, po Vjori ka qenë organizator, unë kam qenë sulmues. Dhe shumë gola kam shënu. Dhe vjen një ftesë profesor Astritit që çdo ditë ne shkontroi të jesh pjesë e ekipit parë. Kalunë një muaj, mas i muajit, mu shtu edhe dita a marte. Bëhet fjalë për vitin 93-94. 93-94. U shtu edhe pjesa e ditës e martë. Pra, edhe të martë së vitje, edhe ditë ejtë. Aty mandena, mas me përfundimin e kampionatit, 94 në kanë që ekipi Vllaznis, thamë drejten, ka të bëjnë edhe një shtys shumë të pjesa kur kam hitë ekipi por, ashtë përdu si pat kanë edhe të Martini, si u shpot një atë vjetë. Dhe unë me Edin kam lujtë shumë, si me para të rritë, kam lujtë edhe me të rritë i pjesë të shkurt, por aty edhe Edi ka kanë shtys, kërkes, ma tepër, pa të thamë, jam të folë gjonët reale, si unë no, pra, të asita fizi, si dëshirë me kanë filoni. Astridi e kishte vetë të regjistrum emrin dhe bëhet ftesa me kalu mandej në ekip por. Ka kanë 4 ditë para se me shku në Bullgari, posë përjetore. Aty, është bëhë mënyrën më urgjente, njëri baba jem si mënyrën më urgjente bëhë një për shaport, në bëhë një gjëgjo, si unë me kanë një goqë, me kanë për ekipin e por, dhe aty mandej ka fillu karriera me ekipin e por. Natyrisht, kishte hapësirë, sepse në ato vite u larguan shumë për veteranëve dhe skuadra u mbush me lojtarë të ri. I përmend disa prej emrave që bën pjesë e rëndësishme e skuadrës. Aty pata shancin e mirë, domethënë si gjeta grup shoksh dhe po llogarit në atë moment e ka kanë edhe Sërdedja. Ka qenë palon futbollin. Avenir Dani palon futbollin. Në ka taku një vjet me lujt me Alban Noga, Stet Premqi, Gen Qoqja, Armando Cungu, Gjergj Fishta, Andi Leli, Ermal Dervishi, pra ishte një grup përmendim mirë. Dhe thamë drejten Gjergji, ka kanë nesha por mitësore në Bullgari dhe ka marrë bluzën e numër 8. Momentin që e kam vesh të më drejten, unë e kam shprej edhe një emision tjetër, më kanë shkullat. Ishte gja e po parashikume për mu, e po imagjinume, pse thosha deri dje, duke i por të lujtë në stadium ose në televizor, sot jam unë pjesë e qëfar ekipit me emër si një Vllaznia në Shqipni. Dhe asita fizi në momentin në pavi, me gjithë e sa njerin asë të rakiqi, tha profe qaki, po më duket si anër, si sa të nëboha me vesh të edit, kush e ka vesh këtë bluzë. Në anë ishte i gja, e i po me gjinushme për mu, të më drejten. Një realizim ëndër edhe për ty? As diskutohet, se të thash edhe ma për para, si duke ditë edhe 4 doja të kanë kënë pjesë të ekipit Vllaznis, dhe ishte i knatësia pa me. Këtu ishin hapët e parë, dhe gradualisht emri Altin Xhahipës fillet të bëj i njohur në çdo stadium. Kjo është e vërtet, preka dhe pak ma për para, për arsye se lëvishmëria dhe fryma mund kollon për parësin me çdo trajner, me çdo aspekt lojet, pra ka kënë pjesë e jetës teme, pse se mund të thojmë për shembull, nëse kanë vrapu 3 vetë, unë kam vrapu sa për 3. Pra i kam komojt edhe pa llogarit ekoja. Pse se kena pas edhe shancin e mirë, si na kena kena lytë me shumë tifoza. Kjo është gjoja më pozitive e jemi dhe ati grup si ka kënë atë periull. Pse? Se të lush me 10.000 tifoza është gjoja rrallë. Tjepi knetësi pa me. Erdhi sezoni 96-97, gjysma parë. Stadiumet mbushura, Vllazni pretendente, golat e Edi Martinit apo të tjerëve, besoj që ka qenë momentet bukura. Derisa erdhi ajo ndërprerja e fillimit vitit 97. Gjegje të thami gjatë bukur. Në 96, në shtator, si takohet e kampionatit 96-97, kanë sulmusa Edi Martini, Gen Qoqja, dhe pat një dëmtim Gen Qoqja. Unë normalisht gjithmonë kam pas rolin mas sulmusit ose në për krah. Nuk kam pas problem krahi, mojt krahi djath, pra kam kënë
neutral në fush. Dhe dëmtohet. Në atë moment, dalim të dy, sulmuesa kryesor, Ed Martini dhënë. Në 8 neshje, 14 gola Banedi, 9 gola Bajon. Një dyshe që kishte vite që lune bashkë. Bravo. Pra, vetëm unë Edi, 14 gola Banedi, 9. Dhe erdhi mandin e neshja funit dihet në atë shtatën si u nërprej çdo gjë kundër Partizanit për Kupën Tiranë. Bile neshja para do, që se kujton 3-0, minutë 2 kanë bërë golin. 2-0 në Shkodër, kemi humbur 3-0. Për kampionat. Për kampionat, e pa. Për kampionat. Minutë 2 kanë bërë golin dhe në minutë me 74 se nuk e harrej, 76 ka bëhet Martini 2 golat për goditje e dënimit. Me Beqen Port. Bravo. Bile sa harrej golin e dytë të i ballë me Gështi, aty do ta çoj aty. Te goli por kam marr pjesë edhe vetë parasysh se në moment un kam hap kam si ka një topi te goli por. Te goli 2 mandena ka shku dihet ajo. Pra ka kanë i grupi bukur. Erdhi fillimi në 97, rrëmujat, largimi dhe i Xhahysës jashtë vendit dhe kam parasysh një ndeshje kur rifilloi kampionati, u bë me skem grumullimit. Dhe që ndeshjen e parë Partizanin duket apo Tiranës. Xhahysa menjëherë madje ka pasur një artikull gazete Xhahysa nga avioni në fushë dhe gol menjëherë. Pa mbjen mirë se e mo kemë shumë mirë, për arsye se unë kam bënë i shputje, pse se ndoshta ka do të jetë pika jeme mo derisi të kem frym, pika jeme mo keqe jeme karrierë sportive 17 muaj. Që se kujtan, pa të nshku me shpresat Safetosja, Ed Martini, ka kanë pjesë të tyre. Edhe Ulik Skotri. Edhe Luan Zmiani. Po edhe Luan, bravo. Ishte grupi shumë i bukur i ekipit tonë. Dhe u kisha, në atë ditë, në vjen letra, se me letra dihet që ka nërë për federatës, me shku, mas 2 ditëve, me shku mu grumullu në Tiranë. Me ba 4 ditë dhe mu nisë për në Spanjë si kanë lytë kundër Portugalisë dhe kundër Gjermanisë. Aja ka kënë dita mos dhe zë jam, ja. Pse? Një stërvitje për qefë, si e thoshim, që ishte i lanën o dite futbolli, apo fillan, as pa fillan, ishte natë 6, ka kënë, natë 7, në falë, gjëgji, edhe neshe kontrolit, thjesht neshe. Bile, Mjerë Grima ishte lojtar. Aty po ato në fatkeqësim, theva krahën. Çka prishi shumë plane? As diskutohet se isha përmend në formën më të mirë teme, në atë moment. Pra ka kanë as si ta fizit e një ekipit parë, dhe duhet ta respektoj edhe ta ndrej Suleman Mehmet. Të një ekipit shpresa. Ekipit shpresa, si për unë kam një respekt veçantë për atë person. Dhe dihet në Shkodër nuk më banen operacionin, u detyrova me shku në Tiranë. Ka kanë edhe doktor Çoba, pjesë e stafit kombëtarës, dhe pyetja por ku është Xhahysa. Doke si kanë shkullat që është kosi i krahën. Aja dhe më thonë, ka kanë një periudhë si ndoshta isha edhe në moment që edhe me e lanë futbollin. Shumë e rëndë për mu. Dhe bët mirë që nuk e latë? As diskutohet, dhe, thëmë drejten, në 6 qershor më zgabosha, ja, me 11 qershor, shkan ekipi olimpik në lojët mesetarin barit Italisë, aty mërë mu, si ishte, Suleman Mehmet ishte trajner, dhe më banë ftesë për më shku me kanë pjesë e ekipit kombëtar U23. Dhe kam najt një javë aty me ekipin, për aty më në jam shkut, kam najt 2 muaj në Zvicër. Me 7 gusht, du me dalë të neshja me Tiranin, ishte neshja 2, kishte fillu neshja parë, unë isha në Zvicër. Edhe i thamet, du mu kësy në Shqipni. Okej. Momenis jam kësy, ka kanë ora 1:02 e mesditës, jam këty dhe ekipi vazhdici ishte i grumullum të Hotel Adriatiku, më zgabosha është ministritesh. Aty ishin grumullum ekipi, se ishin 6 vendet e para në Tiranë, 6 vendet e dyta ishin në Durrës. Ta ka i për Sarcerin, Sajid Qangin, Fejt Boshin, që ka kanë grupi, i thamë, profe, ha më Xhahys, ka marrë, i thamë, po në me shku në shpise, si kam taku ala, edhe nesër, okej. Thamë drejten, kam shku, 10
edhe kur vjen prej emigrimit, pyetje gjana, nisëm shkenj në Tiranë. Dhe pyetja e sirin të cime se vytje. As e ditë. Okej. Kjo informacionin, Gjahysa Sinani. E shaf, marrë me gjysë, s'ka problem. Okej. Tash kam pas gjane mjesës, kam pas edhe peshkur. Kja është si më ka një mu maksimum. Dhe vjen një moment, marrën pjesa parë dërë, fjallën pjesa 2 dhe i kërkajnë në rrim personit, cirit. Vazhdo të ciri si e mirë. Në rastin kam mo forcë. Ca rekord, minuta 75. Merë vjori një topin me thush dhe gjuhet drejt portës tyne. Në moment 6 maj që generali Mehmeti në hynë vjorit në Sparkat, më del topi mu të 20 metre shif. Gojë dërës, ka kanë bindin Albani port, gojë 1-0. Dhe dijet gazetat, bile kam pas edhe i problem. Kur kam marru neshja, kam pas edhe një problem me Real e Gjakot e gjana se ishan në ekstrem. Kur marru neshja, gazetat tonë. Nga erdhe kjo? Për të pyet babën, nanën, që janë babë për Ahmet, a ka fillu mentori futbolin? Ja, ka rezultimi për Zvicrat, pra direkt për avionit edhe fitu me 1-0 atë neshje. Kujtime që besoj që nuk harro. Ja, janë pjesë e jetës. Janë pjesë e jetës. Vllaznia nuk ishte pretendente në ato, në fazë të dytë, por me atë fituar ndaj Tiranës, gati hyri në valle. Ashtë fiks këthimi të amman i Vllaznisë, kur filloj më në kampionatin 97-98, nesha java e 4 me Tiranën në Tiranë. Dhe çdo emision televiziv, gazetat, pretendente jepshin Tiranën. Aty më në ka fillu i mirë i Miftar investimin që dihet sa ka bëha për Vllaznin. Dhe të thëmë drejten atë neshje, jo se e morin se shumë gazeta kam një, E mori Tirana let, ta janë ndjem 3, pra shumë fjallë. Por ishim, na kishim gjatë mirë, si ishim pakten një grup një, 7-8 vetë, në është 10 vetë, si ishim 4-5 bashkë. Si me ekipin e parë, pra ishim pjesë një grupit. Kë ishte gjë pozitive për ne. Dhe aty në arva me Tiranën 2-1. Me golat e Gjergj Llakut edhe të Armando Cungut. Ishe shenjë që Vllaznia po... Aja fitore i la analistat më mirë me thonë përro Tiranë se shumë e nëlvetësaj Tirana. Por, ma ne ma zdo neshje, është ta këllë me hime e pojnë për aty, kena 23 neshje po hupë atë kampionat. Edhe për më tepër, shumë për fitore 1-0. Çka ndoshta është e ngjashme me Vllaznin aktuale, shumë për ndeshje fitore 1-0, duke që po luhet një Vllaznie kujdes, sikur në atë periudhë. Ashtë mos e sa kjo, pra gjithë neshjet kanë kënë 1-0. 2-1, 2-0. Pra nuk kanë kënë se kanë. Atë ndryshe kampionati më në natë 8, natë 9 si ka që një Vllaznie ndryshe. Aprollu. Altim pa shkuar tek Vllaznia e 97-98 kur erdhi titulli kampion, kam parasysh një deklarat të Dedjes në atë vitin 97 apo 98 kishte rrëmuja shumë në Shkodër edhe në Shqipëri. Ju jeni stërvitur në stadium ndoshta edhe duke dëgjuar edhe plumat që fishkullin është vetë rrotull. Është vërtet. Sakrificë e madhe. U lashim me zorën e ujit, si lashim barin, ma atë u lashim, se s'kishim asë lloj kushtet, bile mos gabosha, a i të dikonafës në këtë tjetër, pa të halë dhe një bombe, dikosh, se vishin kështu me armë, po pikë problemit, në vazhdoshim stërvitjen. Stërvitja nuk ashtë në prej, as i ditë. Dhe ndoshta kjo stërvitje rregullt ishte edhe kyçi i suksesit. Kyçi i suksesit, ta thët Altini me pak fjalë, një harmonie pa pame. Sepse, në fakt, nuk ishin emër të bujshëm. Ja. Bile edhe sot unë vazhdoj dhe diskutoj me shumë miqe me një. Nuk ka se kina kënë me emra, ekip me emra. A mund t'i kujtojmë të gjithë ata protagonistë, duke filluar nga Grima në port? Emir Grimen, Pierini Patkan, Pierin Martini, portieri i dytë, Mustafa, Erjoni, Patkan periudhën e parë Ermal Dervishi po Iko,
Luan Zmijani, Alban Noga, Astet Premqi, Armando Cungu, Suad Lici, Safet Osja, Gjersh Lako, Luan Njaja, Edi Kraja, Elvin Beqiri, patar një atë periull. Alban Volumi, bile... Autori një apo dy gola në fund të ndeshjes. Bile një rast me Alban Volumin, ishte neshën në Gjirokastër. U pa, domthonjë, sidomos ndoshta 8-9 neshjet e fundit, edhe albitët pa doshin me na zbe pak, se thash shumë fitore, pa hupje. Dhe albitri arriti me shty neshën deri në 8 minuta, e vetmi arsye si me bë gol luftetari të luajë në Gjirokastër. Shansi jonë i mirë, marri top në krah, futëm sprint, kryesoj me të majtën Volumi, me kry gol 1-0 minutë 98. Albiti s'kishte çfarë më bë, në moment si apo goli. Ka qenë një sezon i çuditshëm, sepse si thash, jo ekip protagonistash, por të gjithë u bët protagonista. Ka parasysh një ndeshje dhe Luan Njahja, ka bërë një gol shumë të rëndësishëm, duke dhënë fitore në Vllaznisë. Me Kavaja në Tiranë. Dikush tjetër, Sinani natyrisht, po shpërthenten ato ishin vitet e para të tij, e me radhë të gjithë kontributin e tyre. Thash edhe herë, ka kanë një periudhë të fillu prej trajnerat, lojtarët, me doktor, komplet që ishim, kishim domethënë një harmoni, nuk shifshim, edhe unë për shkak normalisht unë kisha luajtur edhe me Serin, por nuk e shifsha si trajner, e shifsha si diçka të madhe për ne. Dhe kena kollon më tepër frym. Pa llogarit një Ferit Boshi, humori e matet gjithmonë nelt ekipin me humorin e tij të papam. Një Said Çang, si kam respekt me atë qetësinë e tij, me atë butësinë e tij, si edhe kur ishte ndoshta në kulmin e nervave ai qetësohte. Pra ka kanë Një Pavlin Ndoj me pjesë e stafit, pra gjëji u mbledhen tana bosh. Dhe edhe me një sponsor si Mesaqila që ashtu diskutohet, e thoj përmenda që parë, pra të nesha me Tiranë aty ka fillu sponsorizimi i miftarit i panalushëm. Dhe ishte më ndena thash, ne ishim një moment që nuk e kishim problem, ala Gjergje, ala Zon. Veç thjesht me hi me fitu. Ke ishte frymam, ke ishte në gjëja më kryesore në ekip. Dhe ndeshja e fundit në Shkodër për të shpallur kampion. Një fest e madhe për Shkodrën. E ka kanë me Dinamon. Brazil 1-1, ndeshja e fundit. Brazil 1-1 normalisht, aja ishte thjesht se e kishim dalë, po më buka. Ndeshja ishte në kalendar për të luajtur në Tiranë, po me kompromis të dy ekipeve, me që Vllaznia kishte dalë kampion. Kajtë sakt. Po bën Shkodër. Po më buka ka kanë në Korçë. Na shkume thjesht me bë një ndeshje, bile edhe ata na kishin organizuar një banket, se kishim dalë kampion. Edhe nuk qyshim për as për me marrë 3 pikshin. Korne për ne del topi është, e të kroja e hek topin për me pastru, shkan hinë të rekan zhgall 1-0. Ata po ju do të fitoria Korçë se ata bishin. Thoshin vjetarët, ju s'doni me na lonë. Po sash mos e s'dona me lonë, po ju e pata dhe vetë si shkaj topi. Normalisht u këthy e fitu në 2-1 ata, por ka kanë gjë bukur që nënë. Edhe na vetë nënë të thonë që të bo. Adin, kam parasysh disa foto të duhet, duke festuar me kupën, me shokët e ekipit, më besoj që edhe sot, pas 30 vitesh, gati janë në kujtesën tënde. Ashtë nostalgji, Gjergji, thëmë drejten, unë shpesh bile një i shaf fotot që kam, se në periulla e unë dijet, nuk ka se si sa që janë rrjetet sociale që gjona, edhe atë fotografi e kena pas të pak me numër, ja se kanë kenë shumë gjona, pëse se mu si met marak, te e di se ki kena në stadium, kartoni këtë që i kam dira albitrit. Neshe me firin. Atë ditë ka kenë përërimi i stadiumit që u bo fusha, si pa të bo miftari, një qëllimi papa, dhe të lutë me firin. Stadiumi plot. Minut, ka pjesa dytë, gjysë pjesë dytë, minë Dashnër Poqi, sparkot edhe Nep Fal. Mbrojtësia e Punis. Bravo. Nep Fal, arbitri, ka kenë edhe emrat është punën diqen në ambasadë më duket ai.
Talloj? Edhe ja talloj, ja, prit. Do ta kujtoj, momenti që gjarë kartonin për me gjarë kartonin në varë aty, i bën kartoni koç në tokë. Edhe i bën këtë ofër me. Unë e marr, i sjellëm ka arbitri dhe i gjarë arbitri kartoni koç, aja ka një kam një britëm një për tifozave, si thosha Qanolli, ka që shumë ishin edhe ata të qesh, se ishte gjatë pa për itër. Por ma buke ishte se do të me mgjarë karton të koq. Unë kartonin se jepsha. Dhe në momentin që ta dëverdhe. Pra janë da fragmente si edhe humori ka kanë mërën, edhe pjesa sportit ka kanë mërën. Pse? Se të thash edhe ma për para, preka, si kina po shansin ma të mirë, luksi mund të me lytë me let një tifoza personeshe. Kjo kanë gjaja ma pozitive për ne. Dhe atë kujtim të vitë 98, besoj e mban gjatë mend, sepse është suksesi me madh i Altin Xhahirës karrierën e tij. Futbollistë janë rënë dalin kampion. Fatkeqësia me ka kanë thashë vetëm si e përmendëm për para si smujta mu bë pjesë e ekipit kombëtar. Emri shkoi e ardhi, por ajo është futbolli, prandaj është në fat shumë. Si u ndjet kur morët kupën e kampionit në duar, sepse thotë ëndrrën e parë kishte edhe miqësorja në Bullgari, sepse veshit për herë të parë fanellën e Vllaznisë. Por kur morët edhe titullin kampion, kupën në dorë, si u ndjel të ndrejse? Drejten, unë kam pas një emocion si më kishte ndonë me herë. Kur momentin që kam marrë kupën dhe kam qu kryt pa i lojmë shkollë, për ishte mushë dhe fusha, një dridhe, një emocion i pa. Ishte donë, knejtësisi, kisha dosh me përsi prep. Shumë emocion i veçanë. Një vit më pas, ndodhen shumë probleme. Shkarkimi i trajnit, Dedja, pas ati gabimit në ndeshjen me Dinamo Tbilis, ardhin me pas të Vasil Bicit në krye të skuadrës, dhe në fakt u bën një vllazni ndoshta shumë me bukur edhe shumë me fortë se sa ajo e titull kampion. Për shumë më fort ishte, është vërtet, për aty vetë fakti. Janë shënuar 88 gola më zgabosha dhe janë hangër 16. Nuk kalon dhe 5 minuta apo 10 minuta pa shënuar gol vllaznia. Ekipi ma minutash ma tepër që ka hangër golin, ka kënë Tirana në minutë 12. Çdo ekip, minutë 2, minutë 5, minutë 6, e kanë pas të pësum golin. Kanë kënë me lënë për losh, Lul Gjeloshi, portieri, Jahiqi, organizatori, Romeo Agjiaj, grupi jonë me Vjere, me Aron Milote, pra ka kënë një grup pa të këty edhe kë Ulik Skotri, pra ka kënë një grup i bukur, i grup përmend i bukur, i grup i fort, por që për fat keq humbi edhe finalin e kupës, për një edhe kampionatin, ndeshjen me duelin me Tiranën. Dueli me Tiranën ka kënë një fatkeqësi e madhe parasysh. Vite aksioni jonë mas një goditet vjojt shtyll, kthehet topi, shkon ka tjetër dhe psojmë gol. Edhe barazimin e natëjarë të kampion se kishim ndeshjen e fundit, nuk ishte. Por barazimin e kampionat natëjarë të kampion me Tiranën. Altin, shumë prej shokëve tuaj u shpallën kampion në vitin 2001, por ju nuk ishit pjesë e skuadrës, sepse pak më përpara u larguat të drejt byresit. Duket se që një moment që u largu me shumë lojtar. Pikërisht, sepse ndoshta shumë kush e konsideron periudhë të artë atë të drejtimit me Thaçelës, por nuk kanë munguar edhe problemet me të. Diskutohet. Sepse shumë prej lojtarëve u detyruan të largohen, dikush në Fier, dikush në Ballësh, dikush në Gjirokastër, Ed Martini, Armando Cungu, Alban Noga, Mosgabosh edhe Suadlici, Ilir Dibra, Asit Premqi, Alban Volumi, dhe unë kena kanë Ballësh. Pra, i thojnë gati 8 lojtarë. Pra, ishin ata problemet e financave. Jo se kishte problem si miftar, por janë darrethona tjera si e banin si ekipi mu shpërba. Dhe të shkume në Ballësh, bile Ballëshi për herë parë doli edhe në kup UEFA atë vjetë, edhe pjesa tjetër në Gjirokastër. Atë neshe bile gjëgji. Nështë dikuj mund të duket që di, nështë dikuj mund të duket murri. Nështë dikuj do t'i duket kur ta në gjojnë si
Qa thet ky person? Po atë kampionat e korin 50% dhe prej mejet, Vllaznia. E thamë me binjet plot. Të vitit 2001? 2001. Ne isha për kup, Shkodër. Ne isha por fitojmë 2-0 në Ballsh. Ne isha 2 të kthimi. Dhe mundin i krejt kollaj me e pyet Krstajiqin, minutat 85. Prejnë me sfushën janë tek për tek me Krstajiqin. Dhe kur ko më rruneshja, a i person ko pyet disa litor, a i dheqi, si nuk e dita emri, ko kënë dervishi të njërë, a i dheqi prej ko është, i kanë thonë për Shkodër. Shkoni falenderoni, vetë personalisht e ka thonë, shkoni falenderoni atë person dhe unë pra kam hetë dhe në pikën limitet dhe e kam haltopin i to. Shkoshim 1-0 për një dhe s'kishte ma, 1-1 dhe nuk kishte ma këthim minuta fundit. Se matë neshë me kupen, u banën më nëna përshdej rekada si dijet që erdi të kampionati. Pra, aja në shumë vetë mund të thënë ja, por e tha me binet plot me 100% si unë atë gëllë se kam shenu vetë. Për të mos dëshkuar Vllaznin? Po. Ndonë se ju kishin larguar një farë mënyrë nga Shkodra? Gjergji, emrin Vllaznia më gobo. I të ku jam sat, jam për Vllaznis. Pra ne, unë i kam bo dhe gëllë Vllaznis në Ballsh. Për kampionat 3-1 kena ro. Kena bo unë edhe i Lerdibra. E kam edhe me fragmente për. Por, të thash edhe herë, ashtë tjera po si unë e përmani këtë rast. Dhe si ishte t'i shënoj e gëllë Vllaznis? S'kam gëzu. Nuk kam gëzu. Ka shumë opinione që të gjithë shkodranët që luajnë kundër Vllaznis japen me tepër 100% për të shënuar, për ta mposhtur, për ta mundur. Sigurisht i shërben skuadrës aktuale, por ndoshta kanë dëshirë pak më tepër se sa duhet. As diskutohet, unë ta thash faktin, dikush ku ndalin e të thojnë që ja pa gënjene, unë jam i bindur për atë që thamë dhe për atë që jam të thonë. Pse është një fakt që unë e kam bë vetë, me vetë dijet në plot. Ju vjen keq që nuk ishit pjesë e Vllaznis kampione në vitin 2001? Po, më vjen keq, për arsye se ka kanë edhe kërkesë e po në lume e dervishit, që në tjenë pjesë e Vllaznis. Dhe direkt, normalisht fillë, momentin si pa të bëma nëjna, masi marri 2001 kampionati, pa të bëf direkt ftesën e porë më ko bë dervishi, e kanë pjesë e Vllaznis. Pse nuk u kthyet kur kërkoi fillimisht? Momentin isha një kontratë me Bylisin. Unë, kur jam shput për Vllaznis në 2001 që kam lytë me Ballshin, ekipi Ballshit bani çdo pagesë për në rregull si duhet për kartonin tem që ka kanë atë kohë 6 milion, që tash janë shumë vite, pa diçka janë ashtu mos gabosh ka kanë. Pra e blevi edhe kartonin dhe isha në kontratë e Ballshit. Tham drejtën, unë kam lytë një vjet në Ballsh, por kam vetëm anë pozitive për atë qytet dhe për atë tifozë, ta tham drejtën. Kam kalu shumë mirë, kena bëj kampionat shumë bukur, po ti merresh me emra mund ti ishte në ekipet më i mirë në Shqipëni për emrat që ka pas mbrana ekipi Ballshit. Por ndoshta edhe emri një kohë pak, pra si një grup që ti ishte dikun me një emër më të madh, një Vllazni ose një Partizan ose Tiranë, mund u paraqitet ndryshe. Pra ka keni grupi bukur, kena pas Vasil Bicin. Ka keni ftesa Vasil Bicit direkt masi u shput për Vllaznisi, ai më pas pjesë tien e Ballsh. U rikthy tek Vllaznia, por duket se humbi shkëlqimi i madh. Unë u riktheva te Vllaznia në momentin e 2001-2002. 2001-2002, domethënë pa të shëlacione. U largua Dervishi në fillim sezonit. Dervishi nuk pjesa të trajnerëve, akoma nuk po vendoste tamam e saktë. Dhe unë pa ta bërë vetëm i gjysë kampionatit dhe gjysën tjetër kam shku në Kosovë me Medin Xhekin. Dhe prek iniciator e Satrakiqi. Për të shkuar në Kosovë? Pa. Një telefonat e Medin Xhek me Satin, kam dëshirë
për i këtë person me pas pjesë në Prishtinë. Jam i pari shqiptar që kam luajtur në Kosovë, fillim e çlirimit. Me pas pjesë. E soti direkt plas vetë. Dhe momentin si më ka thonë, në atë kohë fill morën asetafizin të njërë të vaznia në janar. Edhe i thëmë veta, ishte, i thëmë vetë, unë kam nërmend më shput, me shku me luajtur në Kosovë. Okej, tha straight, i thonë. Unë du, thëmë, ti me kënë pjesë e skuadrës, unë jam si kishte marrë vetë të tretë. Dhe i dite vlerët e mia, i dite kapacitetin si kisha. Aty mandena shkova në Prishtinë, një kampionat shumë të mirë në Prishtinë. Bile aty kam pas edhe një, mund të aty prep në kap edhe një fatkeqësi tjetër. Momentin që shkojmë në Prishtinë, shkojmë në fazë përjetore në pulat Kroacisë. Ishte një kamping model. Dhe bëjmë ne shëmitësore, në atë kohë lute, blendi shkojmë për lute me Rijekën në Kroaci. Dhe bëjmë ne shëmitësore me një ekip kines, aty kishim Kazëslatin në Krumullum të hotelit, që ishin 8 fusha, ishte një kompleks i papam. Dy ekipe kinezës që ditesh emrat, Kazëslatin i Gjermanisë, Dinamo Zagrebit, ishte po aty që bate pas përjetore, ishte janar. Edhe bom, neshe mitësore, neshe me një ekip kines, bila aty pa të shenu 3 gola, 3-0 do neshe, bëjmë neshe me Istren e Kroacisë. Sa kishtë të donë në kaderi të dy. Dhe bëjmë një paraqitje linjetoze, dhe vinë, bëhet ftesë për të Rijeka, bile vjen një shkëmbi në hotel, se të konë dëshirë, se të pas pjesë të ekipit. Bile konë ndojnë me lona dhe një neshe mitësore, për këty. Okej, thonë, krejnë në regull, ishim në atë kohë dhe po menagjera. Gjërgjit, ti edhin kohën periullë si ka kënë një periullë e fështirë, nuk ka si është sëtë, më thonë. Dhe të më dërejten moment, kërë me Istren, lozim me një ekip, këtë vizë dytë, 2 ditë para si me bo, ne ishim me Rijekën, si e caktunin. Dhe për fatin këtë shtemin, po smish. A di dhe më blokan totalisht, komplet këtë pjesën to. Dhe dështoj edhe prova me Rijekën. Ta kanë kënë 2 rastet që më kanë bërë shumë në mërzit të pjesa e sportit. Pse se ishte i moment i artë për mu si të kaloshan në futbolin kroat. Keni provuar mos të luni me Apollonin, me Beslidhen dhe në fund të karrierës në Puk, tek Tërbuni. Kalova të thosht në Prishtinë, kam luajt prep me Vaznin dhe ka kanë me në periudhë si u ikë me direkt tonë Mirë Grima, Armando Cungu në Kosovë dhe kam shku përsëri në Kosovë me Ferizaj. Ashtë i njajti president i Prishtinës, si ishte në Ferizaj, si më bojnë i kërkesën me kënë pjesë e Ferizajt. Ma ne ka marrë përsëri me Vaznin. Një karrierë gjatë. Me Apollonin, Beslidhen? Apollonis, jo, për Apollonis me Loqin. Kina kanë grumullum në Pogradec, pasi lujnë Apollonin, më qenë tesë në të Loqit që doshën pretendoshën bile pa të ndollë atë vjetë Loqi. Kina kanë me Alban Hasanin, Alban Volumin. Me Martinin Tranjer? Ja, Sinan Bardhin. Sinan Bardhin të një atë vjetë që pa të dollë. Mandena, pa të shku mëne, mas ati kam u kërju doli li Beslidhja në Super League, shku me Super League, bile atë kampionat kam golin e partë kampionatit, minut 7 Partizanit. Lesh. Dhe e mbyllet të Tërbuni? Aty. U bët edhe lojtar edhe trajner. Pa, në momentin mandena, po ata një shputje, se më bani, në një shputje të futbolit, por një shputje në Shqipni, se lujta në 102 vjetë, se më bani ftesë përsëri, Dervish Gjasmanović. Në ekipin e Tarantës, aty kam lujt 2 vjetë, ka ka në Albani, Alban Hasani, ka ka një Eder Meta, patarë dhe i periullë shkurt më zgabosha edhe volumi, të shnosht edhe mund gabaj, por u kryu, u boj një ekipi bukur, pat sponsor, u kryu në mirë, dole për në tretën, dytën, parën, pat rritje. Atër u ktheva dhe herë, po ata vetë një shputje për Shqipnijet 6 mujore, i shkova e tova në Spajnë, mas jam këty për Spajnë, atër kam hi, një atë kohë e pat marrë i Gjerdi Libra të Tërbuni, më tha,
me vazhdu këtë edhe herë. Në anë 10, mosha jame ishte 37 vjeç, 38 vjeç. Fillume, Iliri e la, atër mu la mu ekipi trajner, edhe lojtar, dhe neshin e fundit plehët me Skaporin, kam shënu golin. 1-0 dhe doli puka nga dojtë parë. Trajner lojtar. Trajner lojtar. Aty nisi rrugtimi edhe Jaltin Xhahysi si trajner. Si trajner, shtysen përsëri Dervish Axhjas Manageq. Një emër që duket shumë i lidhur me karrierën e Jaltin Xhahysis. Kam respektin maksimal për atë person. Dhe jo me kot tek ceremonia 170 vjetore kemi edhe një foto. Shumë të afërt shumë i afërt me dedën. Pat ka dhe një fragment me dedën i tash për 107 vjetorin, i thosha, ra muhabeti që pa pyetjen për se mua më ka thirrë gjithmonë babo. Dhe edhe në Shkodër në përgjithësi të rrasim me këtë emër për Ermetlis babës tem, babo, dhe më pat metë edhe mu. Edhe deda, babo thirrte, nuk thirrte asnjëherë Altinës së Xhahysit, është babo. Pat ka një neshë në Durrës me Kavojën, u pat denu qyteti Kavojës, edhe bote neshë në Durrës, pa ta bo gol unë, edhe më zgabosha, qeq shlaku noshta. Nuk jam i sigur, pa të fitu 2-0. Edhe e gjithë kohën babo, i thosha, pse më thret babo, se topi ashtë atje. Ata të se dinë se shka në emër topi, më thote. Pra kishte i besim plot, shumë besim kishte tonë. Se e shifte, ta është i bishmija jeme, ka kënë veta atilë si... Xhahysa, cili ka qenë momenti me i bukur karrierës tënde? Titulli kampion? Titulli kampion. Dhe momentet më të vështira, ata dy që thatë, dëmtimi para gërmëllimi me kombëtar aja është më i vështirë gjithë karrierës teme. Ke bërë shumë miq me futbollin? Shumë. Është bile ndoshta të shem të e pa edhe më tepër këtë pjesë. Po, s'po them armiq kundërshtar? As pak se vetë natyra jam është si dashamirës gjithmonë. Kur dëgjon dikush një sportist i ri sot këtë emision, këtë prononcim tëndin, gjithë këtë karrierë, skuadra të ndryshme, mund të pyes, ka përfituar diçka nga ana financiare? Ka siguruar të ardhmen e tij sepse futbollistët ndoshta sot konsiderohen të pasur? Unë kam fitu një dashni të madhe qytetit. Si është gjëja më kryesore. Edhe anë financiare, as diskutohet, por të mërsh dashnin e një qytetit, është fitoria më madhe. Si që dihet Shkodra. Kush është trajneri që ju ka mbetur më shumë në mendje për formimin tënd si sportist? Apo njeriu që ju ka mbështetur më shumë? Ju i përmend disa, I pari dhe i vetmi si do të mesin për pjesën si mu më tregaj si qa është futbolli, është Fatmir Paqami. Pastaj vjen Asita Fizi, të më drejten në të kohë, çdo trajner dihet që ajo ka kanë servitje si vrapime shumë, është në vetëm trajner se i punot e vetëm e topin. Dhe unë akoma sot e maj në vedja të pjesë si i ushqej ekipeve si servis. Kush ka qenë kundërshtari më i preferuar i Jaltin Xhahysis? Skuadrat të cilës keni dëshiruar apo ndoshta edhe ju ka ecur duke i shënuar gola? Me Tiranën kam pas gjithmonë neshet më pozitive. Ka kanë pak edhe një dëshirë brendshëm. Ndoshta jo vetëm ju. Diskutohet, por ja të them drejtën me Tiranën kam pas shumë gjithmonë neshet pozitive kam pas me Tiranën. Nuk u shkputet nga futbolli, sepse si trajner lojtar menjëherë tek tribuni, por më pas që nga ai moment kur e keni lënë para ndoshta 10 vitesh dhe vazhdoni edhe sot, duke kaluar si tash që periudha si dolme me tribunin kategorit parë, për aty vazhdova prap me tribunin trajner, për vazhdosha i pjesë edhe lusha, edhe aty pata në neshin e fundit pata një problem. Një denim pata për federatës dhe bërna i shputi 6 mujore, por i njëri Sababizi aja si mla përparsin të akademia si ka pas profesor Sabaj, aty fillohet pjesën mandena trajnerit
me U17, U19 dhe masoj me Akademinë e Vllaznisë. Keni provuar shumë ekipe, tek Akademia Vllaznia, tek Vllaznia B, tek Tërbuni, Ada, Morlani, duke që keni lëvizur shumë, por sot jeni stabilizuar tek futbolli i moshave. E fundit ka kënë, thëmë drejten, me Tërbunin e Puks para 2 vjetëve, që dihet Tërbuni u denu nga federata në ramen kategorit tytë, dhe ekipi kishte met pas një litar, me një mik temin Ledovik Hasani, ish deputeti i PD-s, mba një thirrje si e marrë ekipin e Tërbunit, po ashtu edhe me kryetarin e bashkisë, Puks, dhe i thamë, po si jam i gatshëm edhe fillojmë. Dhe një shansë i mirë tash edhe parë që ndoshta është ka pjesa si a ki barë meq. I këtë kam gjanë më kryesore si ja kisha pas dëshirë si ta kenë çdo person, si çdo sportist i kam servit, si e kam pas pjesë të grupeve, i kam pas gashëm çdo moment. Kjo është gjë pozitive. Dhe ato ju përgjigjen ftesës ata mu për përgjigjen shkuar në moment ftesë, dhe mi 28 lojtarë më kanë ditën e 3 të servitjes. Dhe pse u larguat? U largua, ta thëmë drejten, unë i kam problemi fije shumë, ndoshta s'jam as kushi, por te pjesa e trajningut jam dikushi. Dhe aty s'kam dëshirë për zjetë asnjë. Që do të thotë që kishte Pata ndërhymje, sa me kriju debatin, shputëm vetë dhe sot kam gjetë një qetësi, për arsye se faleminderit aty në prindve, si mi kanë besu fëmijët, sot kam 4 grupe fëmijësh, që nga mosha 6 vjeç dhe deri moshën 14 vjeç. Dhe i kam të regjistru te Akademia Djernia, si duhet për këtë moment ta falenderoj si Bernard Kullen, po ashtu dhe Fatmir Marku që janë administratori dhe presidenti i atij klubit, kanë besu shumë, dhe sot unë jam pjesë te Djernia dhe kam 4 grupe ekipesh. Edhe njëherë, pra është pjesa, si të thash edhe më përpara, si duhet punohet dhe t'jesh shumë dashamirës me gjithë. Ju përmendet përvojën e fundit tek Tërbuni, por unë bëj mend një të parafundit ndoshta, tek Ada Vilipojës, ndoshta janë bërë dhe kronika, 49 vjeç, 3-1 lojtar. Rekordin në Shqipëri ndoshta? Po për Shqipëni pa po u flitte, u bëte fjalë mos ishte për një librin Guinness, por për fat keq një Guinness 52 vjeç. Do të thotë dëshmëri edhe ju i vogël edhe. Po kam lyt 90 minuta Gjergji. 90 minuta. 90 minuta në Tiranë. Kundër Vorës. Mi të thotë edhe te kampionati 5x5 Masters i ke mundësi të luash prapë, pavarësisht se vitet vazhdojnë. Vitet vazhdojnë, por thëmë drejten nuk kem shput një sekond për sportit. Pse keni hequr dorë nga pretendimi për drejtuar një ekip territorish? Nga këto rrethana që janë krijuar, apo ndoshta vjen vetë ju duke gjetur vetëm diku tjetër? Ndoshta atë dashnin si thash por për sportin janë të mëllon të fëmijë. Këto janë të mashtu për ditë më tepër dashnin për sportin dhe dashnin për trajningun edhe më mirë. Pra kam gjetë një qetësi dhe kam gjetë një bashkëpunim tepër, sidomos thash edhe herë, një falënderim të veçantë kanë gjithë prind si kam të pjesa e grupeve, tepër të veçantë gjithë prind për arsye se kanë besu fëmijët dhe janë të kënaqur deri në momentin që flas. Gjatë karrierës tuaj si futbollist, mund të jeni stërvitur nga 20 apo 30 trajner. Keni pas ndonjëri për tyre si model për ta ndjekur në punë, për të kopjuar çfarë ka bërë ai, për ta tentuar ta imitosh? 2 janë. Aseta fizi për mënyrën e stërvitjes, komunikimit, edhe është një gjë e po imagjinueshme te një trajner, një qetësi absolute. Në çdo moment, si vështirë, si e mirë, pra këta gjëra unë qysh në të kunë si arrej. Dhe egon e po me Dervisha Gjasmërgjiqit. Ai qo se ti ki dash me lonë 80%, ai të ka bo me lonë 200%. Sepse shumë kusht ndoshta nuk e vlerëson shumë nga ana profesionale Haxhi Osmanović, por nga mënyra ka përkushtimi që ka shfaqur sidomos me Vllaznin, ku arrit dhe suksesin më të madh,
ka mbetur në mendin e gjithëve. Ka dhe një rast të ne të fushën shtoj ku boshin se vitin e Vllaznin, sot bën Shkodra mas gabosh. Ishte shi balë. Na për mas mund një të hecë mojet gishtave të balta, për Sahara i kop, doli të dira dhomës ku zdesh, na pavi tonëve, mori vrap, u halën gjakës në baltë. Për të treguar që unë i pari. Atërë tanë mas ti. Pra, kjo ka ka nërë si ajtë kolon, që se ti ki dosh me lonë 80-90%, ajtë ka bë me lonë 200%. Ka pas një frymë pozitive gjithmonë. Çfarë lloj trajneri është Altin Xhahysa? Taktik, mënot teknikën, ty imponoj? Gjonat kryesore të Altinit janë e para. Fillon se vitja me top, marrën me top. Gjoja më kryesore. Një, e dyta, taktike shumë dhe mos rezultat të moshat. Kjo është piksinimi jem si fëmijat mësohet të lozin futboll. Këtë kërkaj. Pra, jam tolerant, jam shumë i qeshën me fëmijët, po jam edhe shumë i këtë servitje. Nga një familje muzikantësh, por edhe nga daja futbollistësh, duket që mbiemri Xhahysa ka filluar të popullohet në futboll, pavarësisht se ndoshta jo tashmë tek futbolli i lutur, sepse po shohim që ka emra të tjerë edhe në trajnim. Sot te Akademia e Demis, te Ultramajta është edhe një emri Xhahysa. Pikërisht. Edhe ai duket se la herë futbollin për të përkushtuar. Edhe ai futbollin ishte pjesë e Shiroftësh në fund dhe e la dhe por të drejten jam të po një përkushtim shumë të fortë ti. Çdo të thotë se nuk është të thënë që ti je futbollist, sepse pasionin për futboll mund ta kesh edhe si trajner. Diskutohet Geri me mënyrën e punës si ashtu bë, do të ketë një përparësi shumë përpara. Plus pa llogaritë. Ato licenca është i marr, pra është i përkushtuar maksimum të pjesa servitjes dhe një punë shumë të mirë. Edhe një Xhahys tjetër duket që po fillon? Edhe Xhahysa i tjetër është pjesë e stafit tem, Alan Xhahysa djali im, si e kam nims, sa është i ri, është 20 vjeç bën tash dhe nga pak do të krijohet edhe grupi i fëmijëve të vegjël 6-7 vjeç si të fillojnë prej sportit aty dhe të fillojnë karrierën. Pse? Ai si punon me fëmijë e kupton çfarë do të thonë. Japin me sigjer. Altin shpresojmë që të ketë sa më shumë suksese, si Altini sot, por edhe të tjerët, sepse puna me fëmijët është t'jep shumë knatësi, por është edhe baza e fillimit një karriere sportive për këto fëmijë. Kjo është obetarja e çdo sportisti. Dhe nëse e merr në mënyrën e duhur, besoj që do të vazhdojmë në mënyrën e duhur. Është mos e vërtet. Altin, pyetja, me që ky emision pothuajse është historik. I kushtohet figura të historisë, të sporteve ndryshme. Pyetja, ajo që bëj zakonisht të gjithëve është çfarë ka qenë dhe çfarë është vllaznia për Altin Xhahysën. Gjoku i trupit. Dhe do të vazhdoj të jetë derisa të kesh frymë. Derisa të kem frymë. Altin, të falenderoj që ishe në këtë bisedë. Knajtësi shumë e madhe, ta them sinqerisht, si të jellon emri të jellon prep figurave të Shkodrës përparësi. Se ndoshta ka pas momente se janë harruar. Besoj që kjo është detyra e gazetarëve për të mos harruar, po për është gjë pozitive kjo si të bëti. Faleminderit Xhahysa. Gjithashtu. Të nderuar shikues, ishim në këtë emision të 62 të podcastit ton me ish futbollistin e Vllaznisë Altin Xhahysa. Do takohemi në emisionet e tjera. Natën e mirë.